Këta janë mërgjimtarët tonë. Mbi 12 orë duke pritur në kufirin Kroaci Serbi. Pa buk, pa uj, në zheg. Ndërkohë ky është Xhelal Sveshla, ministri i punëve të brendshme, në një nej, me muzikë, freskinate, birra. Birrën e oligarkëve, që këta i luftuan fort, shkelqim e blerim devolli. Dikush edhe mund të pyes, çfarë lidhjeje kanë këto dy pamje? Pyeteni ministrit. Në dhjetor të vitit 2025, në kohë zgjedhjesh, Sveshla u shkruante homologëve të tij që të mos i vononin mërgjimtarët në kufi. Atëherë votat e tyre ishin të rëndësishme. E kur zgjedhjet përfunduan, bashkë me to përfundoi edhe kujdesi për mërgjimtarët. Tash, këta të fundit mund të presin me orë, mund të piqen në diell, të mbesin pa ujë e pa ushqim. Ministria, bile tash jo ajo e Sveshlës e as vetë ministri, por ministria jashtme, reagoi duke vetëm e shpjeguar arsyen se pse ndodhi gjithë kolona. E shpërndau sa për foto pak ujë, pak ushqim. Edhe atë pas 12 orësh uri e etje. Nuk ka më letra, nuk ka më kërkesa publike për lehtësim të kalimit, sepse nuk ka më zgjedhje. Sveshla nuk është i vetmi. Heshtën edhe Bedri Hamza e Lumir Abdigjiku, të njëjtët që kur u duheshin votat udhëtonin për t'i takuar mërgjimtarët, hipnin në avion. Kështu sillet kjo klasë politike. Para zgjedhjeve kërkon votën e mërgjimtarit, e pas zgjedhjeve e lë në kufi. Shënjestër.net